Askush në vend nuk ka të dhëna të sakta për numrin e lejeve të integruara ekologjike B, të cilat komunat u alëshojnë kompanive, ndërsa veprimtaria e të cileve ndikon mbi mjedisin jetësor. Sipas regjistrit që mban Ministria për Mjedis Jetësor dhe Planifikim Hapësinor, bartës të lejeve të integruara ekologjike B janë 278 kompani. Megjithatë, bazuar në ulëmtimin e zbatuar në suazat e projektit mbrojtje nga korrupsioni, rezulton se një pjesë e lejeve të lëshuara nga komunat nuk janë të publikuara në regjistrin, ndërsa disa nga kompanitë me leje të tilla, edhe pse i kanë mbyllur stabilimentet e tyre, ato ende figurojnë si të regjistruara në regjistër. Gjithashtu, askush nuk ka përgjigje për pyetjen se cilat janë ato kompani që duhet të kenë leje të integruar ekologjike B. Vendi nuk ka një sistem të integruar e as mekanizëm kontrolli me të cilin do të përfshihen të gjitha kapacitetet industriale të cilat me aktivitetet e tyre emitojnë materie të dëmshme për mjedisin jetësor. Komunat nuk kanë regjistër të ndotësve. Disa nga komunat i kanë formuar të ashtu quajturat kadastra të ndotësve, mirë po në nivel të industrive, por jo të firmave veçmas. Edhe pse firma që posedon leje të integruar ekologjike B duhet të paguajnë tarifa sipas disa bazave, megjithatë, komunat e mëdha mbledhin vetëm nga disa mijëra denar çdo vit në këto baza. Kjo situatë hap dyshime se jo të gjithë bartësve të licencave komunat u përllogarisin tarifat për bartje të licencës së integruar B. Në të njëjtën kohë, shihet se disa nga subjektet nuk i paguajnë rregullisht as tarifat aq të ulta, të cilat e kanë përgjegjësi të i paguajnë. Komunat nuk e kanë praktik për të informuar qytetarët për të ardhurat që i realizojnë nga kompanitë që janë bartës të lejeve të integruara B. Mungesa e transparencës e rrit rrezikun për abuzime. Mangësitë e detektuara në dhënien e lejeve të integruara ekologjike B i zmallojnë rreziqet për abuzime dhe korrupsion në sferën e mjedisit jetësor. Së këtemi, është e nevojshme të mbahet evidence për pikët për lejet e lëshuara të integruara ekologjike B, edhe në nivel komunash, edhe në nivel të shtetit, si dhe për qytetarët të sigurohet qasja tek informacionet e këtilla. Pastaj, të bëhen kontrolle jo selektive dhe jo subjektive, më të shpeshta për identifikimin e stabilimenteve, të cilat duhet të kenë parashtruar kërkesë për të fituar leje të integruar B, por nuk kanë vepruar në këtë mënyrë, si dhe të subjekteve që kanë leje të këtij lloji me qëllim të mbrojtjes së mjedisit jetësor. Përveç kësaj, duhet të iniciojnë ndryshime në kuadrin ligjor për korrigjimin e formulës përmes së cilës përcaktohet shuma e mjeteve, të cilën duhet të paguajnë stabilimentet që kanë leje të integruar B. Më detajisht, për të dhënat dhe rekomandimet, lexoni në ulëmtim në procesin e dhënies së lejeve të integruara ekologjike B, të publikuar në faqen e internetit www.ccc.org.mk. Ky ulëmtim është zbatuar nga Qendra për Komunikime Qytetare së bashku me 8 shoqata qytetare në nivel lokal në suazet e projektit Mbrojtje nga korrupsioni, që zbatohet me ndihmë financiare nga Ambasada e Mbretërisë së Hollandës në Shkup.